Në mes të shkretëtirës së ngrirë të polit të veriut, aty ku heshtja thyhet vetëm nga era ulëritse, një dritë e kuqe sinjalizon diçka të pamundur. Një operator droni, i mësuar me vetminë e akullit, sapo ka kapur në lenten e tij një pamje që sfidon logjikën njerëzore. Një ari polar po bën diçka që asnjë shkencëtar nuk e ka dokumentuar kurrë. Por në çastin kur e vërteta është vetëm 1 milimetër larg, ekrani fiket. Ajo që nisi si një vëzhgim rutin, do të kthehet në një luftë brutale për mbijetesë dhe në një mister që do t'i lërë të gjithë pa frymë. Përgatituni, sepse ajo që fshihet në lëkurën e atij ariu nuk është ajo që mendoni. Në hapësirën e akullt të polit të veriut, një operator droni i quajtur Carter po kryente vëzhgime rutin ajrore. Ajo që filloi si një ditë tipike në egërsinë e ftohtë, u kthye shpejt në diçka të jashtëzakonshme, kur kamera e dronit të tij kapi diçka në peizazhin e akullt që e la atë të hutuar. Ndërsa afroi pamjen për një vështrim më të detajuar, ai pa një qenie polare duke bërë diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like, sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe godisni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Gjatë fluturimeve të tij të shumta me dron mbi polin e veriut, Carter kishte parë her pas here arinj polar, shumë më pak se sa do të dëshironte, por ky ishte mirisht rasti me kafshët që kërcënoheshin nga zhdukja. Si dikush që merrej me botën e egër dhe natyrën çdo ditë, kjo ishte thjesht diçka me të cilën duhej të mësohej. Carter ishte gjithashtu shumë i vetëdijshëm se ndryshimet në klimë dhe habitati natyror mund t'i motivonin kafshët të silleshin ndryshe nga sa bënin normalisht. Ky ishte veçanërisht rasti për arinjt polar, të cilët shohin shtëpinë e tyre prej akullit të shkrihet gjithnjë e më shumë çdo vit, drejt para syve të tyre. Por Carter nuk ishte parë kurrë këtë lloj sjelljeje më parë. Ai vazhdoi të filmonte ariun polar dhe u sigurua që të ruante të gjitha pamjet. Ai madje u përpoq t'i afrohej kafshës për ta ndihmuar të kuptonte se çfarë po ndodhte saktësisht. Ishte aq i fokusuar te sjellja e kafshës, sa që humbi plotësisht gjurmëtaren e jetëgjatësisë së baterisë së dronit. Ajo po konsumohej me shpejtësi në këto temperatura. Por Carter ishte harrues ndaj kësaj. Ai e kuptoi se çfarë po ndodhte vetëm kur ishte tepër vonë. Droni filloi të ngadalsohej dhe të zbriste drejt tokës. Në fillim, Carter mendoi se mbase kishte ndonjë gabim ose diçka e tillë, por u ndjej si një budallaj plot kur hodhi një vështrim te jetëgjatësia e baterisë. Ajo ishte plotësisht e zbrazët. Ai nuk kishte më kontroll mbi dronin dhe ai ngadalë ra në tokë. Ekrani i dronit u fik dhe gjithçka që Carter kishte tani ishin pamjet e filmuara dhe një ide e përafërt për vendndodhjen e dronit, dhe ai e dinte se ishte në telashe. Ky nuk ishte thjesht një dron çfarëdo. Ky ishte një dron shumë i shtrenjtë, për distanca të gjata, i cili ishte përshtatur për t'i bërë ballë temperaturave shumë të ftohta. Vlera e tij kalonte $100,000. Nëse nuk do ta merrte mbrapsht, ai do të përfundonte në rrugë. Në këtë pikë, Carter në mënyrë budallaqe e kishte harruar plotësisht ariun polar. Mendja e tij ishte e fokusuar vetëm te droni dhe se çfarë duhet të bënte tani. Ai dinte një gjë me siguri, dhe ajo ishte se duhet ta merrte mbrapsht pera se të epëruarit e tij të merrnin vesh se ishte zhdukur. Por për këtë, ai duhet të udhëtonte thellë në terrenin e akullt të polit të veriut me të gjitha rreziqet që do të paraqiste. Baza ku Carter ishte aktualisht ishte gjithashtu në polin e veriut, por në një vend me pak më shumë infrastrukturë. Nga këtu, ai do duhej të merrte një varg akullthyese dhe të shkonte sa më afër ishte mundur të dronit. Do të ishte një udhëtim me varg prej rreth 2 orësh. Nga atje, ai do duhej të ecste ndoshta rreth 1 orë nëpër akull dhe bor për të arritur te droni. Dhe pikërisht, atje ariu polar i erdhi përsëri ndërmend. Ka e rrezikshme do t'ishte të dilnit atje jashtë me një krijesë të tillë që vërtitej e lirë? Carter hapi pamjet që sapo kishte regjistruar dhe u përpoq të studionte përsëri sjelljen e kafshës. Ishte çdo gjë tjetër abesa jashtëzakonshme, por ai nuk e dinte nëse kjo e bënte kafshën më shumë apo më pak të rrezikshme. Sidoqoftë, dukej si vetvrasje të shkoje në këtë mision i vetëm. Ai nehite nihej për ndihmë. Për fat të mirë, kishte edhe disa të tjerë që punonin në kampin bazë gjatë kësaj periudhe, dhe Carter kishte një marrëdhënie të mirë me ta. Jo në atë nivel sa që ata të dëshironin të shkonin me të për ta ndihmuar të gjente një dron, por mjaftueshëm mirë sa për t'i mbindur. Dhe pamjet e ariut polar duhet të mjaftonin lehtësisht për t'i mbindur.
Para se të vazhdojmë me pjesën më drithëruese të historisë, nëse ju pëlqen ky tregim i grimcues, bëni subscribe në kanal dhe shtypni butonin like. Mbështetja juaj na ndihmon të zgjellim më shumë histori të tilla. Kur Carter ju tregoi pamjet dy kolegëve të tij kërkues, Kyle dhe Norman, ata mbetën absolutisht të shtangur. Ata nuk kishin parë kur gjë të tillë më parë dhe donin të dinin më shumë për të. Por Carter u tha se vetmja mënyrë për ta bërë ishte të shkonin te kafsha. Të dy kërkuesit ishin kuptueshëm gurueshëm, por përfunduan duke rënë dakord të shkonin. Gjatë udhëtimit, kërkuesit nuk mund të ndalonin të spekulonin se çfarë mund të kishte bërë saktësisht ariu polar. Carter nuk kishte asnjë problem të bashkohej atyre në këto spekulime, por mendja e tij natyrisht ishte kryesisht e fokusuar te marrja e dronit mbrapsht. Udhtimi nëpër akull ishte më i lehtë se sa e pritshmëria. Shkrirja e akullit kishte përparuar vazhdimisht dhe mbase kishte shkuar pak më shpejt se sa e kishin parashikuar. Një shenjë e keqe në përgjithësi, por për momentin Carter supozoi se ishte disi ndihmuese. Ata e ankoruan varkën në njërin nga masivet më të mëdha të akullit dhe më pas u nisën drejt tokës. Nga këtu, ata duhet të fillonin të ishin të kujdesshëm. Mbi akull, ata ishin shumë jashtë elementit të tyre dhe dinin se kishte një ari polar potencialisht aty pranë. Ata u nisën ngadalë në drejtimin që Carter i orientonte, duke u bërë më nervoz me çdo hap. Era e ftohtë preu tejpërtej terrenin e ngrirë, ndërsa Kyle, Carter dhe Norman u ashtyn përpara. Sipas GPS-it, ky shtref i zbrazët bore duhet të mbante dronin e humbur. Carter skanoi horizontin duke kërkuar ariun polar që kishin parë më herët. Ai e ishte zhdukur. Ata vazhduan kërkimin, përshkruan distanca të gjata nëpër akull. Kyle vuri re gjurmë të freskëta të gëndijura qark në bor, gjurmë ariu polar. Ata lëvizën me kujdes gjatë shtegut të ariut, me Carterin që udhëheqte ndërsa studionte shenjat e thella dhe të qëllimshme. Gjurmët përdviteshin nëpër akull në mënyra të parregullta, duke sugjeruar një sjellje të pazakonshme. Ndërsa përparuan, pol gjurmëve shfaqën shenja të zvarritjes. Diçka ka qenë e tërhequr zvarrit për nga bora dhe mundësia që droni të ishte i përfshirë u bë e vështirë për t'u injoruar. Ndërsa dita kaloi, gjurmët i udhëhoqën ata përmes një korridori të ngushtë midis formacioneve të larta të akullit. Ktu, shenjat ishin të pamohueshme. Mëtej, ata hasën në borë të trazuar dhe gërshtishje të thella në akull. Diçka kaotike kishte ndodhur aty. Nëse bëhej fjalë vetëm për ariun apo për diçka tjetër, mbeti të paqartë, por shenjat sugjeronin një luftë më shumë se sa një bisedë. Në pastrim, ata gjetën dronin që qëndronte vetë muar kundër borës së bardhë të pastër. Ishte sikur droni ishte vendosur butësisht aty, larg nga vendi ku ata kishin pritur. Carter u gjënjua pranë dronit, me duar që i dridheshin pak sa i ekzaminonte. Një ndjenjë lehtësimi e pushtoi kur e gjeti atë me të vërtet të paprekur, me vetëm gërshtishja të vogla. Është një pjesë, na kolloi, me një buzëqashi që rrallë shpërthente përmes seriozitetit të tij i zakonshëm. Ariu polar nuk ishte shikimi askund. Mungesa e tij ndihej shqetësuese, duke lënë peizazhin e gjerë të ndihej edhe më i ekspozuar. Ata nuk humbën kohë duke siguruar dronin dhe kërkuan në zonë për një çelës. Carter pakotoi pajisjet me kujdes, ndërsa të tjerët ekzaminuan borën përreth. Kur muziu li afrua, ata përgatitën të largoheshin, të rënduar nga pyetjet pa përgjigje. Droni i paprekur, ariu i zhdukur dhe qetësia e çuditshme e vendit peshonte rënd mbi ta. Kur arritën në vijën bregdetare, lehtësimi i tyre u kthye shpejt në mosbesim. Varka ishte zhdukur. Ata e kërkuan zonën në heshtje, por e vërteta ishte e pamohueshme. E vetmja mënyrë për të kthyer ishte zhdukur. Gjurmë të freskëta ariu polar shënonin borën pranë kur varka ishte ankoruar. Shtegu të çonte larg bregut, ngrinte mundësi shqetësuese. Ideja se ariu mund të ishte i lidhur në një mënyrë me këtë, dukej e pamundur. Megjithatë, asgjë tjetër nuk e spjegonte dëshminë. Pas një opsion tjetër, Carter kontaktoi bazën e tyre duke përdorur telefonin satelit. Shpëtimi ishte i mundur, por orësh larg. Tashmë e ishin vetëm. Mbijetesa u bë prioriteti i tyre. Duke përdorur borë dhe akull, ata ndërtuan një streh bazike, duke u mbështetur në eksperiencën e Carterit. Të mbludhur së bashku, ata racionuan suplimentet dhe pritën. Ndërsa i ftohti intensifohej, era u lëritte pafundësisht, një kujtesë se sa e brisht ishte situata e tyre. Nata ra shpejt, duke sjell errësirë të thellë dhe të ftohtë të pamëshirshëm. I ftohti prezentoi sfida të reja. Streha e tyre malli mbronte nga ngrirja dhe detyrat të thjeshta u bën të vështira. Ndërsa dritarja e parashikuar i shpëtimit afrohej shpresa e kujdesshme.
Ata kërkuan horizontin vazhdimisht duke u kapur në mundësinë e ndihmës. E bardha e pafund shtriu para tyre, indiferente ndaj pritjes së tyre. Tashmë u shfaq një formë e largët, ngadalë ajo mori formën e një varke. Teksa afrua, mosbesimi zëvendësoi Loktin, duke i saktësisht si veti dhina varka. Konfuzioni rritu, ndërsa varka afrua dhe ankoroi pranë bregut, sena duke i reale, sikur logjika nuk zbatonte më. Instinktivisht, ata u tërhoqën në hije, duke vëzhguar në heshtje. Një figurë zbriti mbi akull, lëvizjet e saj ishin të lëmuara dhe të qëllimshme. Kishte diçka të panjohur në të, diçka shqetësuese, mënyra se si lëvizte nxiti mujtimet e ariut që kishin ndjekur. Pas një diskutimi të shkurtër dhe të tensionuar, ekipi rënë dakord se nuk mund të qëndronin të fshehur. Frika dhe kurrehtiketi i tyre u shtyn përpara ndërsa u dolën nga streha e tyre dhe lëvizën me kujdes drejt figurës. Çdo hap peshonte nga pasiguria. Shencat e tyre u mprehën ndërsa shkurtuan distancën. Figura qëndronte me shpinë nga ata, e pavetdijshme nga afrimi i tyre. Teksa ata thirrën, figura u kthye ngadalë. Forma e saj si ari ishte imponuese. Megjithatë, diçka në të ndihej çuditërisht e qetë. Tensioni arriti kulmin ndërsa ata u përgatitën për më të keqen. Pastaj iluzioni u thërmua. Ariu nuk ishte fare kafsh, por një njeri që mbante një kostum jashtëzakonisht realist. Kur figura hoqi kokën e Ariut, e vërteta u bë e pamohueshme. Shoku ishte i menjëhershëm, duke përmbysur çdo supozim që ata kishin bërë gjatë ditëve të fundit. Burri shpjegoi qëllimin e tij. Ai ishte një fotograf i botës e egër që përdorte kostumin për t'u përzier me mjedisin arktik, duke e lejuar atë të vëzhgonte kafshët pa i shqetësuar ato. Qasja e tij jo konvencionale, ndonse tronditse, papritmas mori kuptim në kontekstin e dronit të paprekur, varkës së zhdukur dhe gjurmëve mashtruese. Teksa ai fliste, frika e ekipit ja la vendin mirë kuptimit. Përkushtimi i tij për të kapur Arktikun në formën e tij të pastër rezonoi me ta. Ajo që në fillim ishte dukur kërcënuese, tani u zbulua si një metodë konsideruar me kujdes, e nxitur nga respekti për natyrën. Fotografi u ofrua t'i ndihmonte ata të ktheheshin të sigurt në bazë. Propozimi i tij e shndroi atë nga një burim misteri në një aleat të papritur. Mirënjohës dhe të lehtësuar, ekipi pranoi, duke marrë një kthes përfundimtare drejt zgjidhjes. Atë mbrëmje, të mbledhur së bashku, ata folën për rëndësinë e minimizimit të ndikimit njerëzor në mjedise të tilla të brishta. Perspektiva e fotografit prezantoi mënyra të reja të menduarit për vëzhgimin, kërkimin dhe bashkëtesën me botën natyrore. Carter reflektoi në heshtje se sa lehtë perceptimi mund të formohej nga frika dhe e panjohura. Përvoja përforcoi vlerën e përshtatshmërisë dhe mendjehaporsisë, veçanërisht në një vend aq të paparashikueshëm sa Arktiku. Ndërsa nata thellohej, u ndan histori për ekspedita, takime të afërta dhe mbjetesë në kushte ekstreme. Përkundër shtigjve të tyre të ndryshëm, një respekt i përbashkët për bukurinë dhe rrezikun e Arktikut i lidhi ata së bashku. Deri në mëngjes, përgatitjet ishin në vijim. Me dronin e rikuperuar dhe misterin e zgjidhur, ata ngarkuan pajisjet e tyre në vark. Ajo që dikur ishte ndjerë si një kthim i rrezikshëm, tani mbarte një ndjenjë sigurie, e udhëhequr nga dia në vend të pasigurisë. Ndërsa lëviznin në për ujërat e akullta, Carter konsideroi se si çdo udhëtim arktik mbarte mësime përtej shkencës apo eksplorimit. Kjo ekspedit, e formsuar nga konfuzioni dhe surpriza, kishte turbulluar vijen midis pritshmërisë dhe realitetit. Sfidat e përbashkëta kishin forcuar ekipin, duke krijuar besim dhe shoqëri. Arktiku i kishte testuar ata, por gjithashtu i kishte shpërblyer me njohuri dhe lidhje. Me peizazhin që rrëshqiste pranë, biseda u kthye më e lehtë tani. Planet për punë në të ardhmen morën formë, e informuar nga të vërtetat e papritura që kishin zbuluar. Kthyer në bazë, Carter shikoi mbi horizontin e akullt, menduar për aventurën e tyre jashtëzakonshme. Ai ndjeu një ndjenjë arritje të shoqëruar me një dëshirë për sfidën e tij të radhës në Arktik. Me një histori që dukej akoma e pabesueshme dhe njohuritë e fituara nga një takim i papritur, ai ishte gati të nisej për çdo që Arktiku do të hidhte drejt atij herën tjetër. Po ju, si do të kishit reaguar nëse do të ishit të bllokuar në mes të akullit dhe të shihnit një ari polar që rezulton të jetë një ri? Shkruani në komente nëse mendoni se fotografi bëri veprimin e duhur apo i rrezikoi kërkuesit pa nevojë.
Nëse ju pëlqeu kjo histori e jashtëzakonshme mbi jetese dhe misteri, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin like. Ky kanal rritet faljush dhe ne meri presim t'ju sjellim aventurën e radhës. Shihemi në historinë tjetër.